Në këtë video ne rikthehemi disa videove që unë bëja kur testoja ushqime më të lira versus ushqimet më të shtrenjta në Tiranë. Dhe për këtë video do testojmë pikërisht sanduiçat. Ideja e videos është e tillë, ne do testojmë 3 vende të ndryshme me sanduiçe që kanë 3 çmime të ndryshme. Vendi i parë do jetë vendi me sanduiçin me çmim më të lirë, vendi i dytë do jetë vendi me sanduiçin me çmim të mesëm dhe vendi i tretë do jetë vendi me sanduiçin më të shtrenjtë në Tiranë. Tani do shkojmë te vendi i parë dhe është pikërisht Meri te shkolla Petronini, vetëm 600 lekë sanduiçi dhe është momenti ta provojmë. Nuk ka si të duket ndryshe për 600 lekë, okay? Mos e keni pritshmëritë e larta. So juicy. Për sanduiçin në përgjithësi, shija është një... Ja ku arritëm te vendi numër 2, që është vendi me sanduiç me çmim të mesëm. Është me sallam milanez, me burrata, me rukola dhe me krem tartufi. Sanduiçi është 550 lekë të reja. Dhe ja ku mbërritëm më në fund te vendi i tretë, që është vendi me sanduiçin me çmim më të shtrenjtë, 12.000 lekë të vjetra. Delibrosi është pikërisht ky vend që ka sanduiçin më të shtrenjtë në Tiranë. Ky është sanduiçi, siç e shihni, është me 100 shtresa pastrami. Tani, vlerësimi për vendin e tretë me sanduiçin më të shtrenjtë është